për fat keq ne më tepër duhet ndalemi këtu, ku më tepër na dhem të numri i viktimave, për arsye se me të vërtetë edhe numri i viktimave është në rritje. Por për të potencuar numrin e viktimave, unë kisha dashur të them se faktorët kryesorë janë vozitësit. Përshtohet pyetja pse, përgjigjja automatikisht është sepse mos respektimi i shenjave të komunikacionit, sinjalizimit horizontal dhe vertikal vijnë deri te numri i viktimave. Kemi pas veçanërisht vjetë dhe si vjetë raste shumë ku për fat keq shumë persona kanë humbur jetën nga mos respektimi i rregullave, domethënë sinjalistikës horizontale dhe vertikale. Edhe që është më e keqja, numri të cilët kanë humbur jetën më tepër është në Vizbardha, që është me të vërtetë një problem shumë kryesor. Këmbësorët, apo ku janë aksidentuar këmbësorët? Po, ka edhe statistika, i kam për dëlam për herën tjetër, edhe numri me të vërtetë i sakt i personave të cilët kanë humbur jetën në Vizbardhë, respektivisht nga mos respektimi i sinjalistikës.